të fillu prej kësaj, po, zënja Kabashi, qytetarët e Republikës na i kanë dhënë mandatet edhe juve edhe mua. Ne kemi dalë një proces zgjedhor, ne kemi garu me plan programet tona, edhe qytetarët e Republikës kanë votu. Dhe qytetarët e Republikës ua kanë dhënë juve 22 deputet. 22. 22 nënshkrime nuk mjaftojnë as për me shfaq një kandidaturë në Guvernën e Republikës Kosovës për president. Duhet ta keni parasysh këtë gjë. Këto janë gjëra që janë të rregulluara me ligj. Prandaj po, qytetarët ja kanë dhënë mandatin edhe juve, edhe neve. Dhe juve vërtet nuk ju kanë dhënë më shumë qytetarët. Kaq ju kanë dhënë 22 deputet. Për dallim, prej neve që na i kanë dhënë 51.1%. Po çfarë po kjo është pa mjaftueshëm për ta bërë presidentin? Këtu duhet të ka pas marrëveshje dhe më pas Zonja Feza, zonja Kabashi, këtu ju duhet të bëni marrëveshje. Ka pas marrëveshje, po mbi cilën bazë? Dihet bëj që janë bërë marrëveshjet politike në kaluamën, e din qytetarët e Republikës. Për çfarë, për qeveri apo për president? Po, e di, të gjithë e dinë se si janë bërë marrëveshjet në të kaluarën. E na çasi marrëveshje nuk bojmë. Ju po thoni, zotri Kurti tha Albulena Haxhiu, e vërtet ju thatë s'bën Albulena Haxhiu. Po çka bëni qytetarët e Republikës Kosovës? Ja dha mbështetjen lëvizjes së vendosjes që me bë Albulena Haxhiu krye parlamentare në seancën e parë, sepse na dha mbështetjen. Pra ju po thëshit s'bën Albulena, madje sot bile e rikujtova një shkrim që e kisha pas para një viti, gjuha e cila është përdorur kundrejt kandidaturës së Albulena Haxhiut, kur ka qenë kandidate për